Lidhur me mos përfshirjen e të gjitha provave në kallëzim penal nga hetuesi policor Sabri Osmani, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar se ka filluar verifikimin e informatave. Mund të konfirmoj që kemi filluar verifikimin e informacioneve që janë publikuar në emisionin tuaj, të njëjtat do të trajtohen sipas autorizimeve ligjore të Inspektoratit Policor të Kosovës. Mbi ecurinë e ndjekjes së hapave nga prokurori, pra duke akuzuar Beqën vetëm duke u bazuar në kallëzimin penal të policisë pa ndërmarrë asnjë veprim shtesë si shefi i hetimeve, dritë kishte hedhur një bisede e lezit me ish-gjykatësin e gjykatës themelore në Prishtinë, tash avokat Daud Berami. Berami, përkundër se nuk ishte avokat i autorizuar, ishte drejtuar Elezit 2 ditë para protokollimit të aktakuzës me fjalët "Përshëndetje shoq, porosia u krye" dhe me të ishte dërguar edhe aktakuza. Elezi pranonte zhvillimin e kësaj bisede, por thoshte se data të jetë manipuluar. Në anën tjetër, bisedën thoshte ta ketë ruajtur si fotografi pa dashje. Po, a disha, ka mundësi që në telefon kur të mosh në dorë, ose diçka që më në vos screenshota. Plot që i kam do screenshota që as vetë di, e kam shlyp plot, që kam pas për shkakun, nëse kam pas në email që në diçka, rastisht e ban e prek një herë me dorë, plot kam screenshota që bën një herë gabimisht. Domthonë nuk ka të bëj me kurrë me telefonat. Po thoni që keni bërë pa dashje. Pa dashje, kur as screenshota që kam bën me dashje janë ato që i kam bën me dashje.